Mirë mërëma të gjithëve, a e dini se këmbët e kuajve të kalorsve në për statuja kanë një domethënje? Po, ruajnë një sekret. Për shembull, këmbët e kalit në këtë formë, pra të katërta siç e shihni këtu në tokë, kanë një domethënje, ndërsa këmba e ngritur në këtë formë ka një domethënje tjetër. Dhe ky është një sekret shumë antik. Tani po ja u tregoj. Aleksandri i Madh lindi në Pella, dikur tokë ilire. Dhe Aleksandri, në kohën që u sëmur, ishte 33 vjeç. Në fakt, ai në atë kohë ishte në Babiloni. Dhe aty, sa po kishte marrë një pjesë të madhe të tokave, pra në Azi, deri sipër në Indi, dhe ishte në zonën e Mesopotamis. Dhe aty u sëmur. Dhe ai vdiq. Dhe në të gjitha prezantimet e tij, pra me edhe në Rom, por edhe në Maqedoni, madje edhe në Selanik të Greqisë, siç e shihni këtu, këmbët e kalit janë sipër. Dhe e dini pse? Sepse ai vdiq gjatë përleshjeve, pra në për beteja, dhe nuk vdiq nga vdekje natyrale. Për shembull, nëse do shikojmë këtu Garibaldi, që tregohet që ishte me origjinë arbëreshe, edhe se ndokush nga ju do filloj të qeshi, por Garibaldi kishte një mjek që ishte Enrico Albanese dhe ishte me origjinë arbëresh. Në fakt, Garibaldi shkruante që unë i besoj vetëm vëllaut tim, pra arbëreshit. Në fakt, po ta shihni këtu, sepse ai vdiq 74 vjeç, po ta shihni ai vdiq nga vdekje natyrale. Dhe kështu që këmbët e kalit, siç e shihni qoftë në parlamentin italian, po qoftë edhe në Gianicolense, këmbët e kalit janë në tokë, pra të katërta në tokë, do të thotë që vdiq nga vdekje natyrale. Por edhe Skënderbeu, për shembull, nëse për ata që nuk e dinë, Skënderbeu është një shkrimtar, për shembull venecian, që ka shkruar që sipas tij Skënderbeu vdiq sepse vdiq nga malaria, por ai vdiq gjatë betejës, në fakt edhe në betejën e fundit kur kishin zbarkuar edhe një herë otomanët, ai ishte në krye, pra e vurën mbi kal, ndonë se ishte i vdekur, të pak në kështu thuhet. Në fakt, në përstatujat e tij, këmba e kalit është e ngritur, që do të thotë që ai vdiq i sëmur, por në beteja, i sëmur. Pra, këmba e kalit, një këmbë e kalit sipër, pra ajo që ngrihet lart, do të thotë që ai personazh është sëmurur gjatë asaj kohe dhe ndonë se ishte në moment që bënte dy luftime, pra ishte në momentin e karrierës së tij, ndërsa këmbët, siç u thash, të katërta në tokë të statujës tregon që ka vdekur